Deri dje, marketingu për bizneset lokale mjaftoi me një postim dhe një reklam. Por në ditët e sotme, ka gjë është nuk mjafton më. Tregu është bërë më informuar. Klienti është tashmë më i kujdesshëm ndaj atyre që sheh dhe blen. Dhe edhe Google i vet është bërë më selektiv. Pikërisht për këtë arsye, SMO 360 gradë po kthehet tashmë në standard. Kjo jo sepse ai është trendi më i fundit, por sepse zgjidh probleme reale. Bizneset që e përdorin këtë sistem nuk fokusohen vetëm tek dukshmëria, por më tepër tek besueshmëria dhe tek menaxhimi i përditësuar i përmbajtjes, në mënyrë të tillë që të bëjnë orientimin e duhur të rrugës së klientit dhe kthimin e interesit të tij në kontakt real. Në bashkëpunim me panairin online dhe brenda IDKB, ky sistem tashmë po adoptohet nga të gjitha ato biznese që kërkojnë stabilitet real dhe jo më tepër eksperimente. Ndërkohë, ato biznese që vazhdojnë të mbeten me postime të rastësishme dhe me reklama të shkëputura, po mbeten pas. Sepse tregu po fillon të standardizohet tashmë dhe klientët po fillojnë të mësojnë të dallojnë diferencën mes atyre bizneseve që ja vlejnë. Nëse biznesi ju do që të ecë me tregun dhe jo të mbetet pas tij, atëherë nuk I mjafton një zgjidhje e përkohshme. Komento sistem nëse do që biznesi ju të punojë me sistemin SMO 360 gradë, në bashkëpunim me platformën Panairi Online.